Partia Demokratike kërkon nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve Ilirian Celibashi mbylljen e zyrës elektorale të Partisë Socialiste në Delvin. Përmes një deklarate, deputetja demokrate Ina Zhupa thotë se Partia Socialiste ka shkelur legjislacionin elektoral, duke hapur një zyrë elektorale jo më pak se 50 metra larg KZ-s, e gjitha kjo në një shkelje me ligjin. Zhupa thotë se sipas legjislacionit zgjedhor, çdo zyrë elektorale do të duhet të ketë një distancë të paktën 300 metra larg KZ-s dhe larg qendrave të votimit. Ndodhem në qytetin e Delvinës. Këtu janë ambientet e KZ-s për bashkinë e Delvinës. Sipas legjislacionit zgjedhor, çdo zyrë elektorale do duhet të ketë një distancë të paktën 300 metra larg KZ-s dhe larg qendrave të votimit. Në këtë ambient do t'jetë KZ-ja, siç është aktualisht, do t'jenë dhe 2 qendra votimi ditën e zgjedhjeve. Partia Socialiste, kandidatët e saj të listës hapur, kanë shkelur legjislacionin zgjedhor dhe udhëzimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, duke hapur një zyrë elektorale jo më pak se 50 metra larg këtij ambienti. Pra sapo zbret shkallët e KZ-s, ti ke propagandën e Partisë Socialiste që pret votuesit ditën e zgjedhjeve apo administratën zgjedhore gjatë punës së tyre në KZ. Kjo është e ndaluar nga ligji dhe ne kërkojmë komisionerit që menjëherë të marrë masat për mbylljen e kësaj zyre elektorale në qytetin e Delvinës. Në cilësinë e drejtuesës politike të Partisë Demokratike në rrethin e Sarandës, Ina Zhupa ka zhvilluar gjithashtu edhe një mbledhje kryesie me Partinë Demokratike të Sarandës. Në fokus ishte plani organizativ për fushatën elektorale në kuadër të zgjedhjeve të 11 majit. Ina Zhupa zhvilloi po ashtu një takim pune dhe me disa nga kryetarët e partive aleate në Sarandë. Në qendër të takimit ishte koordinimi, si dhe mbrojtja e çdo vote në funksion të fitores, që është çelësi i suksesit, shpreh Zhupa.